konsenzusi ose marrëveshje, mirë po ju tregoj të vërtetën, i kam dilemat e mia për shkak se po e shoh këtë qasje cinike edhe pregatitje për me ja ulon fajin tjerëve, që nëse shkojmë në zgjedhje, s'kom pas fajun këta s'po dojnë. Okej, kur po thoni, po shpresoj edhe po besoj, është për shkak se me sa unë e di si jeni ftu në takime me kryeministrin, shefin e vetëvendosjes. E kanë marrë vesh që s'po dojmë me shku në ftu, se kem pas vendim mos me shku drejt. A ka pas vendim të brendshëm mos me shku? Po, edhe kemi thonë në vena ku nashta nuk ka qëndash me thonë. Mirë po nuk e kem pas kur far plani me shku, për shkak se e kem kuptu që nuk është serioze kjo punë. Nuk është serioze. Partia kryesore duhet me pas kandidatin për president, edhe me kërku atëhere votat opozitës për kandidatin e vetë. Ato vota munden me u kërku qoftë me një marrëveshje politike, qoftë me synu një kandidatit cili mundet vetiu me e kriju një atmosferë pak më të mirë në kuvend, nashta dikush provon edhe me shantazh, po di qysh duhet me u kriju, po duhet me ekzistu kandidati. Tash, na kem ditë që gjasat janë minimale që zoti Kurti ka me kandidu Vjosa Osmanin edhe njerë për presidente, kanë qenë kretë minimale, tash po besoj po thuj se nuk ekzistojnë, nashta është gabim me e thonë definitiven në politik, nuk po e thonë definitiven, mirë po kjo qarja ka ndodhë, për shkak se gjithkush njët i fymë në këto rrethana. Nëse Albin Kurti del në konferencë për shtu për thotë ne nuk kemi kandidat për president, normalisht që Vjosa Osmani njët e fyme, deri diku për shkak se nisjen e kanë pas bashk, edhe shumicën e parë e kanë kriju bashk, se për ndryshe nuk ishtë kriju. Kërë që këto e në rrethanat, ne si aleancë edhe publikisht e kemi ofru vetën në këtë proces, kryetari Haradinaj e ka ofru vetën si kandidat për president, pavarësisht rrethanave, i ka ofru opozitës edhe ndonjë kandidatur tjetër. Do të thotë ajo që ka thonë Ramushi është kështu. Unë dal kandidat. Por nëse ju e keni një kandidat tjetër, i keni votat e aleancës, i keni nënshkrimet e aleancës. Po e nxjerrim një kandidat të opozitës. Po duket që është zërë me ndodhë edhe kjo punë, edhe ta shohim si po shkojmë ato ditë. Edhe po thuni që ka qenë atmosferë shantazhi ose që ashtu e keni lexuar takimet me Betri Hamzën dhe Lumira Abdixhikun? Për nerë, tashi, është nashta pakes premature, e ngutshme unë me i dhonë mendimet e mia për ato takime, mirë po te unë nuk kanë lënë shihet mirë. Po mjaftona me kaq, me thonë. Nuk e di te sa njerëz kanë lënë shihet mirë, mirë po te unë jo drejtën për ju të tregoj se në me thonë, një farë kriptocinizmi i mrendshëm, diçka e fshet, po që prap me u shpreh në gjuhë biologjike i vjen era. Prap nëse i kthehemi çka kemi pa në politikë në Kosovë, kemi pa fort skenar të ndryshëm, se i diu Pacolli, po që kjo ka qenë risi, me tentu mas pari opozitën me bindë. Spaku është originale e Haradinajt. A kanë dhonë në arsye specifike pëse si a kanë dhonë në nshkrimet? Jo, drejtëm ju tregu jo. I kanë proceset e mbrendshme, munden me pas gjithë farë arsyesh, po nuk s'kanë dhonë arsye specifike. Nuk di diçka ma tepër. Shpesh kanë thonë e kemi zërë me zgjedhë, më thonë nëse e nxjerrim një kandidat si opozite kemi zërë me nxjerr. Mirë po ka pas edhe arsye tjera për me pas kandidat prej opozitës. Në një moment caktuar disa kolegëve të minë dy partitë ju kam thonë okej, nëse ju po tuti që hupni, edhe ata tjerë po tuten që hupin, Ramushi s'po